Prokuroria e Tiranës ka dërguar në gjyq Ilir Beqaraj, i akuzuar për vrasjen e ish policit Gentian Betja, ngjarje e ndodhur në vitin 2024 në fshatin Larush të Fushkrujës. Beqaraj akuzohet për veprën penale, vrasje me paramendime kryer në bashkëpunim, mbajtje pa leje dhe prodhim të armëve dhe falsifikimin e rritër njoftimeve dhe pasaportave. Prokuroria ka arritur të provojë se Beqaraj ka pasur rol ndihmës në vrasje, duke ndihmuar autorët të largoheshin nga vendi i ngjarjes dhe të çojë ata në fshatin Hasan, ku kanë mundur të djegin makinën me të cilën u krye vrasja. Ky veprim është dokumentuar edhe nga pamjet filmike. Në hetimet e mëtejshme është zbuluar se Beqaraj ka qenë në afërsi të banesës së viktimës me mjetin e tij në kohë të ndryshme. Prokuroria ka përfituar profil gjenetik nga automjeti që përdorën autorët për t'u larguar pas djegjes dhe është identifikuar si pjesë e hetimeve, në të cilën përfshihet Ilir Beqaraj dhe një person tjetër me inicialet FP, të cilët dyshohen se kanë pasur rol në vrasjen e Betjes. Prokuroria ka njoftuar se hetimet për këtë ngjarje vijojnë dhe po shqyrtohen edhe persona të tjerë të dyshuar për përfshirje në krimin e rënd. Burimet bëjnë me dije se mund të vërtetohen dhe lidhje të tjera të mundshme që Beqaraj të ketë me grupe të strukturuar kriminale dhe kjo shton dyshimet se mund të shtohen dhe akuzat të tjera për të. Zyrtarët theksojnë se lufta kundër krimit të organizuar dhe dhunës është një prioritet dhe se çdo ndihmë për autorët e krimeve do të ndëshkohen me forcën e ligjit.